foli. Dokumentet e Berishëm. Çdo gjë është e protokolluar me orë, me datë, me minuta. Kush e dha urdhën? Nuk janë paraqitur në gjyq akoma. Më nuk gjendë i kërkova unë se as në arkivin e Kosovës. Pra të gjitha mbledhjet dhe shtabi të UÇK-s që Gjitha kanë qenë urdhët- në protokoll. Më dhe urdhë, jo vetëm mbledhje. Urdhët, merrim njoftim nga filan zonë, kemi këtë situatë. Jepim urdhën neve, të bëhet kjo. Pra urdhët jepeshin 100 urdhë në ditë. Të gjitha protokolloheshin. Prandaj është gjyq politik dhe fajin e kanë vetë se për të lehtësuar si dhënë se nuk përgjigjeshin neve, domethënë nuk kishim autoritet ne të komandonim zonat dhe nuk na pjesën e komandat e zonave. Pra kjo është një, se thot një jurist francez, e thot bukur shumë, gjyqet janë pafundme kur të dy palët janë fajtore. Prokuroria është fajtore se niset me fashëtheme dhe shërbim. Këta janë fajtorë se nuk po marrin dokumentet e Berishëm. Ç'i bën? Mund të ketë një hile këtu, ata të më falin. Mos vallësh bërë që ne të katërt e shkruam Kosovën? Sepse flasin ndryshe, kjo është një tradhti e madhe. Të humbasësh dokumentat e Shtetit Berishëm, nëse të shuhet lufta, s'ka pas luftë. Historia do dokumenta. Zollafe. E vërtet. Pra nuk ekzistojnë dokumentat. Juve thoni që ka pasur dëshmi dhe ka pasur procedurë verbale. Dhe gjyqet janë bërë me protokoll. Dhe drejtorisë juridike të Shtetit Berishëm erdhi edhe në betejën tonë, në betejën mbrojtëse që bëm 12 ditë. Një Sokol Dobruna. Dhe ai në një gjyq më ka marrë dhe mua. Në një gjyq që për robërit që ka për robër serb. Dhe ka marrë për kuriozitet, jo për të parë. Kishim 4 ushtar serb, ardhë rezervist nga Beogradi. U dha dhe telefonin për të folur me familjen. U dha dhe telefonin të flisnin me familjen. Dhe këta thonë kemi bërë krime. Dhe duhet një gjë, që në qoftë se janë vrarë sërb, të gjithë sërbët e vrarë nga UÇK janë mbas luftën, në qoftë se janë vrarë, janë të moshës mbi 30 vjeç. Dhe asnjë femër nuk thuhet që janë vrarë dhe një femër. Domethënë se janë këta që kanë bërë krime dhe mund të ketë vrarë X dhe Y që kanë vrarë nënën, baban, vëllain, motrën. Sepse këto dëshmi nxjerr sepse Serbia ka çuar një dosje me 62.000 faqe në Hag. Dhe mbështeten vetëm te dosja e kësaj dhe të dëshmitarët e fshehtë shqiptar. Prandaj gjyqi është i padrejtë. E gjyqi politik. Këta s'ka rësë dokument. Dhe gafa tjetër që bën këme, i morën vetëm avokat mbrojtës të huaj. Si s'morën një avokat mbrojtës nga Kosova? Që thotë ku janë dokumentat? Se ushtëria është kështu. Atëherë, si shpjegohet që nuk është thirrur asnjë nga antarët e shtabit të përgjithshëm dëshmitar në Hag? Sepse këta kanë thënë s'ka ekzistuar shtabi i përgjithshëm. Dhe Bislimi Sirapi që e thirrën, e kishin nga këta do në dëshmitë e tyre, në fjalën e tyre, mund ta kenë thënë që di Bislimi. Dhe kur vajti Bislimi, e dha gjyqi që i hapur, edhe i tha prokurori, gjykatësi, i tha kujdes. E shoh që ka ardhur pa avokat, duhet të vijë me avokat. Kujdes, se nga dëshmitar mund të kthesh i pandehur. Edhe ai foli se 2 orë, domethënë foli mrekulli, ja pranuan gjithë iku Bislimi. Është në Kosovë. Po Bislimi ka qenë, dhe do thëmë një tjetër, nga janari vitin 1999, derisa mbaroi lufta, të gjithë këta të drejtues politike s'kan ekzistuar në Kosovë. Dhe kur u kthye Hashimi, ishte kthyer në 12 prill, po tani nuk ishte më drejtori i drejtues politike, ishte kryeminist. Dhe kryeministri do urdhonte tani të bëjë ushtar. Dhe ne i raportonim kryeministrit, dhe erdhi vajte në fshat tjetër të Shtimjes. Po. Pa Hashimi nuk ka pasur asnjë rol në drejtimin operativ aq më tepër të zbulimit. Jo, që duhet dim dhe një gjë, shtabi i përgjithshëm i Shtetit Shqiptar të Kosovës mund të jetë rast unikat në botë që ishte dhe institucion politik edhe institucion ushtarak. Pse e them këtë? LPK-ja, që mburen sot, që ne e bëjmë luftën, që me kuqa me masë që në gjithë në Evropë,
Dhe nuk erdhi asnjë nga ata të drejtonte luftën në Kosovë. Dhe ne u detyrua UÇK-ja ndaj ngritit drejtorin politike. Këta të drejtorës politike nuk ka si të rinin në shtab, do vënë të mbanin popull ndaj pjesëmarrja në popull në UÇK është e pakët, se nuk pati asnjë organizat bazë partie të LPK-s në një fshat të Kosovës. Jo më në batalionet tona siçte. Dhe këta, që po të thërasin, çdo antar i shtabit do thotë po më ruaj, si kemi në mbledhje, si kemi parë ndonjëherë, se si kemi parë në mbledhje. Kjo është nonsens i më i madh. Dhe aty që ka bërë shtabi i brendshëm, ai ngriti gjithë popullin në këmbë. Dhe e ktheu nga ushtrisë shqiptare, nga luftë shqiptare në kryengritje të armatosur. Nuk ka ndodhur në asnjë kryengritje. Unë jam një nga studiuesit e artit ushtarak, botëror. Parasysh sepse isha 10 vjet pedagog i artit ushtarak në Akademinë e Shtabit të Brendshëm. Dhe ma kërkonte puna. Dhe mësova, lexova më shumë se ç'tia, edhe pse kisha bërë gjithë akademinë. Të jetë një shtab i brendshëm, të kryejë dhe rolin e udhëheqjes politike të vendit, dhe të ushtrisë, dhe të drejtojë dhe të komandojë dhe ushtrinë, nuk zbesoj të ketë ushtri të botës. Dhe në vend të shpalli një shembull i pashëmëll në historinë botërore të luftave botërore, duan ta nxjerrin ushtrit terrorist. Dhe do të them një gjë tjetër. Kur erdhëm që bën bisedimet me KFOR-in, me NATO-n, për demilitarizimin e UÇK-s, mua më thanë ti do mbash vetëm protokoll. Do diskutonte Hashimi, Jakub Krasniqi dhe Agim Çeku, sepse Besim Zyrapi ka qenë një vitërisht shef i shtabit përgjithshëm të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës nga qershori 98-s deri në 26 prill të 99-s. Në 26 prill duke gdhirë mëngjes erdhi për të drejtuar operacionin Shijeta nga Shqipëria. Dhe në datën 28 prill u emërua Agim Çeku shef shtabi të 99-s. Dhe Besim Zyrapi nuk ishte prezent kur bëm bisedimet me NATO. Dhe generali anglez Jackson kam parë diçka që nuk e kam parë asnjë politikan shqiptar. Nuk kam qenë me të hojt. Por kur ne e kundërshtonim për çështjen, sepse do të thonë diçka tjetër. Ai një di, kur ne e kundërshtonim, ai merrte rezultatën 2024 apo këtë kam Bibëlun. Unë i qëndroj kësaj, e keni fermoz vetë, tha në një moment, në Ramujekje të çarmatosur UÇK-ja. Si, se ne s'ta kishin thënë që do të çarmatosur UÇK-ja. S'ta kishin dërguar këta. Prandaj Demashi dha drejtje, se u tha tradhtar, edhe këta i thanë tani tradhtar Demashi më merr ata. Dhe u ngrit një komandant zone, i zonës parë operative, Samil Ushtaku. U ngrit në vendi dhe vajte kapi Hashimin. Hashim s'sa ke treguar ne. Turkini. Edhe vajte ul. Dhe kur filluam të kundërshtonin, ai generali anglez Jackson, general me 3 yje i NATO-s, ai kishte një ushtarak në Katmajt, një civil në Kratdjath, dhe kur neve i bënim pyetje ose propozime që nuk ishin sipas rezolutës, ai thoshte të pyes çikta se janë më të mençur se mua. Mblidheshin, dilnin para dhe flisnin me zotulet dhe pastaj na jepte përgjigje. Nuk e kam parë ta bëj kush këtë në politikanët tanë, që të pyes këshilltarin. Këshilltarët pas kanë të çuar kafen, këta tanë, nuk kanë për të marrë mendën. Dhe në një moment dolën pushim se debatet bëshin ashpër. Dolën pushim edhe u thomun këtyre, se një ditë na thoshte Bibël, kam Biblën unë. I thom Hashimit të këtyre, mëre, po sikur ti propozojmë që ushtria shqiptare e Kosovës të transformohet në gardë kombëtare e Kosovës, si garda kombëtare e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Si është garda kombëtare? Dhe u thash, garda kombëtare e Shtetit Bashkuar të Amerikës është një ushtri me shërbimit të tyrushëm. E ka shërbimin 3 vjeçar. Është mbi 200.000 forca, ndarë në disa divizione. Kjo gardë ka në jurisdiksionin e saj, në kontrollin e saj, doganat. E gjithë Amerikës ka garda kombëtare.
Ka dhe transportin lumor edhe transportin detar. Neve na duhet vetëm doganat. S'kemi dete ne, as lumej. Shumë mirë, bizetojmë, të ngrëm, dakor. Më futëm në dorën Hashimit dhe i thot, mirë, kemi propozim tjetër, ta kthejmë cigarda kombëtare e Amerikës. Të pyes këta, të flas me këta shokët thaj, foli me ta, se s'të dëgjuam. Mori telefonin dorën dhe doli jashtë. Foli nga 4-5 minuta, u kthye, u ul, e tha, mirë, të shtohet pikë me vete. Dhe u shtua pikë me vete. Mbaruam, kjo është dita e parë. Vazhdoj dita e dytë, në ditën e dytë erdhi Rubini. Dhe mbaruam bisedimet me gjithë shokjen, e kishë gazetare, të shokjen. Bile erdhe dhe në zyrat të kishim nesë, bile ja bëjnë një fshat tjetër, bëjnë në shtab. Do në shkonin këtë vëndin nga drejtori lufta. U befasora dhe një shpi fshati, me 2 dhome në kushin. Edhe, ikën ata, bas një 4-5 orësh, na vjen, me thonë marrin mua, sepse rria unë në telefonin satelitor, sepse mbaja bashkëpunimi me NATO. Domethënë, kishë në datën 24, që filluan bombardimet, mua më caktuan të mbaja bashkëpunimi me NATO. Dhe Sean Burns, që kryetari i vëzhguesve ndërkombëtar në Kosovë, kishte vajtur në Kumanov. Dhe ai na merr në datën 23 mars, në orën 5 mbasdite, bie telefoni satelitor. Neve kishim vajtur, tani organizuam betejën mbrojtëse në zonën paraoperative. Dhe bie telefoni, Sean Burnsin telefon. Dhe na thot, prisnin telefon se dikush do të marri. Dhe na merr Ram Kuca, shefi shikut toni nga e prefekturës të Kuksit. Po. Ram Kuca dhe filloi të flisë Bislimi me dhe. Dhe mirë po, Bislimi tashti se u njoftuam që në sonde NATO do filloi bombardimet. Bislimi u presionua tani NATO-ja të bashkëpunojë me Bislimin. Edhe kur filloi Rama të fliste, tha, mërë, kush i kupton mirë këta të Shqipërisë se këta flasin shpejt. Harojnë që kishe mua, që thot ai shikosi, shpëtimi, shpëtimi falë. E mora unë, më tha, edhe me shpegoj me detaje. Pasi mbaroj që dhe në porosia, bie prap telefoni Sean Burns dhe me thot mua. Tani qenë këtë moment me thot mua Bislimi, do mbash bashkëpunimi me NATO. Se falë që ne në shkollë sërmej në mëson anglishen. Se dy gjuhë mësonim neve, dy armit kryesor, Rusin dhe Amerikën. Me disë të tjera me thot. Kur neve do thomi që të ngrihet aviacioni dhe vendin ku do godasi, forcat tuaja do të largoni jo më pak se 2000 metra larg, sepse mund të dëmtojnë. Kishin frikë zjarrin mik. Po, e dyta. Edhe e fundit që më tha, ki parasysh. Neve do të njoftojmë 5 minuta përpara se të ngrihet aviacioni i radhës. Kur të thomi që e ka radhën aviacioni francez, mos na jep të dhënë. Domethënë, historia me francezët është e vjetër, siç doli. E thotë Enverin ditarin e tij. Po. Po ç'është kjo punë me Francën? Pse na urren nga shumë? Edhe legionin e parë të huaj francez që krijoi me shqiptar. Kolonel, mbas fillimit të bombardimeve të NATO-s. Jo, do të më falësh. Na erdhi faksi që neve ta firmoste Hashimi, ta lexonte. Dhe unë shikoja në faks, nuk më doli që hequr pika të kthehet në gardë kombëtare. Dhe vajta i thomi gjeta duke pirë çaj këta. I thash Hashim, nuk e kanë hequr këtë pikë. Ashtu? Hashimi ja treguar bord. Banu faks. E thua ju, nuk e firmosim, po së vendos këtë pikë. Vajta, e mora atë vajzën që kishim kompjuteriste, e përpilova, e vorem, ja çova Hashimit, e hodhi firmën, edhe e futëm në faks dhe u dërguam, ata që në Prishtinë. Pas 2 orësh na vjen faksi, të na falni, ka gabuar ushtari. Dhe na dërguan me njëherë faksin me që ja kishte këtë pjesë. E dërguam në rregull. Të nesër në mëngjes na marrin Hashimin, i dërgojnë një helikopter dhe marrin Hashimin dhe agim çekun çojnë në Prishtinë. Dhe atje e ka firmosur. Mirë, po ai ka firmosur Hashimin, nuk e ka këtë pikë. S'është.
S'është. Sepse interesante mungesa e këtyre dokumentave që në fakt dokumentojnë gjithë dëshmitarinë. Ku është protokolli i ka mbajtur unë? Është mbi 40 faqe protokoll. 2 dytërisht. Dhe unë për fat mirë shkoj shpejt. Dhe shkrimin tim se lexon kush. Po. Kolonel, unë ju falenderoj për bisedën. Faleminderit dhe juve që më thëritë. Ti e kishe peng që të flisnje për pozicionin e UÇK-s në raport me krimet e luftës që e akuzojnë dhe dëshmia juaj është një dëshmi e dorës parë. Është shumë interesante kjo që ju sapo thatë, që janë zhdukur dokumentet e shtabit përgjithshëm. Ndoshta ka një strategji për t'i dënuar me se s'bën këta njerëz. Po, është menduar herët për këtë si duket. Sepse edhe dokumentat e LPK-s që thonë kemi deklaruar nuk janë botuar. Pse si votojnë? Në qartë. Kurse ne jemi dëshmitar që është në 1960 janë botuar gjitha dokumentat e shtetit përgjithshëm. E gjitha dokumentat e Partisë Komuniste dhe Partisë Punës. Gjatë luftës. Ajo është historia. E vërtet është. Shumë faleminderit që ishit sot me mua. Faleminderit që më dhatë këtë mundësi që të them të vërtetën se ata janë pa fajshëm. Për këto gjëra, fajin kanë për këto dokumentat, po për luftën ata s'kan asnjë faj. Çfarë kanë që ju kanë zhdukur dokumentat të tjerët? Faleminderit dhe juve që na ndoqët, natën e mirë.